Ushtria shqiptare, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës për shlirimin e Kosovës është një nga, siç e thotë, epope, pra. Është një epope më vete, është një histori më vete dhe është një nga historitë e rralla të kombit shqiptar. Pra kemi luftën e Vlorës, pra kemi luftrat e Skënderbeut që vinë, që i kemi përmendur gjithë dhe i përmendën, kemi luftën e Vlorës që mbrojti në 1920-ën, kemi luftën për shlirim, pra shlirimi antifashist, lufta nacionale shlirimtare dhe pas saj Ushtria shqiptare e Kosovës është epope rrallë për arsye se është e vetmja ushtri e cila arriti të bënte atë që nuk e bën ushtritë e tjera. Mlodhi nga të gjitha trevat, krahinat e Shqipërisë luftëtar. Ndaj po pyes, a duhet ishte në tekste shkollore më zgjeruar, më sqaruar? Duhet ishte bërë histori më vete, pra siç ishte bërë historia e Shqipërisë, siç bëhet historia e luftës nacionale shqiptare, kjo duhet ishte më zgjeruar. Duhet ishte më e madhe, duhet ishte më gjerë, prandaj mungon dëshira për të bërë këtë. Kurse ka mungon dëshira, pra është cekur. E cenon unitetin Shqipëri-Kosovë, gjitha kjo? Jo, nuk besoj si cenon unitetin Shqipëri-Kosovë, sepse uniteti Shqipëri-Kosovë nuk varet te këto, po cenon historinë dhe të ardhmen. Pra mbetet diçka si një përrallë nesër që ka qenë edhe në 99-ën është bërë lufta dhe kaq. Po si është bërë kjo lufta? Kush ka bërë këtë luftën? Pra çfarë kanë bërë këta që kanë bërë këtë luftën? Juve aty shkruajtë që 27 vjetori apo 5 lavdishmëri, pra 27 vjetori i kësaj epopeje, por si vjet bëhet 32 vjetori themelimit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, pra nuk shkruhet në asnjë vend se kur është themeluar Ushtria Shqiptare e Kosovës. Dhe se si ka filluar, si kanë kaluar fazat, pra më pak do të shpjegoj cilat janë fazat në cilat ka kaluar Ushtria Shqiptare e Kosovës. Sepse UÇK-ja njihet më shumë për luftën që kanë, pra, për 99-ën. Nuk erdhi nga qielli kjo UÇK-ja. Pra çdo gjë krijohet mbas fazave. Pra në fillim do krijosh ato grupet ilegale, po si erdhi krijimi i këtyre grupeve ilegaleve. Pra secili duhet të jepet ajo çfarë ka ndodhur në histori. Ju keni menduar të shkruani një libër të rrafeni edhe gjithë situata, sepse të gjithë ju nga pak jeni një dëshmi e gjallë e asaj çfarë ka ndodhur në 99-ën. Shumë nga ne kanë bërë shkrime, bëjnë shkrime, por që bërë edhe libra, por që të ulemi të bëjmë një histori historiku duhet bërë nga institucionet, pra nuk mund ta bëjmë ne. Pra institucionet pastaj do të marrë iniciativë për të mbledhur të histori, për të mbledhur ata që flasin, të bëjnë një histori të mirëfillt të asaj, sepse nuk ka një histori të mirëfillt të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, e cila pastaj mund përdoret edhe në tekstet shkollore. Është përbaltur imazhi dhe lufta e UÇK-s? Po, është përbaltur, vazhdon të përbaltet, sidomos me krijimin e gjykatës speciale është përbaltur shumë, me akuzat e ngritura nga gjykata speciale dhe retorika që ajo mban gjithkohë si një, pra duke akuzuar krerët e kësaj Ushtrie Shqiptare të Kosovës, pra anëtarët e shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës si një grup i strukturuar kriminal, kjo është një përbaltje e pastër që bëhet me qëllim të caktuar. Dhe një përbaltje e cila vazhdon dhe nuk ndalet. Kemi edhe veprime të tjera pastaj të përbaltjes saj nga politika ande dhe këtej, të cilat i bashkangjiten kësaj përbaltje të madhe. Dhe kjo, thoni ju, vjen me qëllimin kryesor për ta shfarosur atë çfarë ka ndodhur, për ta harruar të shkuarën. Dhe për ta harruar të shkuarën që pastaj të mbetet stash vetëm një paragraf, pra në vitin 1999 UÇK-ja luftoi për shërimin e Kosovës, kaq. Vjen kjo për të shëshuar apo për të rregulluar pra si një lloj leve e mekanizmit për të rregulluar marrëdhëniet Serbi, pra dialogun Kosovë-Serbi, që të dyja shtetet kanë mundësi që të anëtarësohen në Bashkimin Evropian? Pra që mos ketë pengesa historike. Qëllimi i tyre ndoshta është ky. Që mund përdoren si nacionaliste populiste në fjalën. Por kjo është totalisht e gabuar për arsye se në rast se nuk e njohim realitetin, pra historinë, atëherë nuk mundet në asnjë mënyrë neve të jetojmë si fqinj të mirë. Pra pa njohje historie, duke thënë dikush duke rrahur gjoksin që ka bërë mirë, e dikush duke akuzuar që ka bërë keq, që ka mbrojtur atë dheun, kjo nuk sjell asnjë fqinjësi të mirë. Kjo sjell fshehjet problemeve dhe nesër këto mund dalin dikush. Pra mund dalin dikush nesër, një brez që vjen më mbrapa, që i përket familjeve të këtyre dëshmorëve, familjet të këtyre pjesëtarëve, dhe të thotë që jo, baba im, nëna ime, xhaxha im kanë luftuar, s'është e vërtetë kjo që thoni. Pra, delli nacionalisti nuk e mund dot atë. As shtrëmërimin e fakteve, thoni ju. Po problemi është që t'i jaqim këtyre probleme, automatikisht duhet të shpërbalemi me historinë. Pra, ta trejmë historinë ashtu siç është, dhe kjo është historia. Dhe në këtë histori të themi si ku qëndron në vërteta, pra, kush ishte agresori dhe kush ishte viktima, kush ishte sulmues dhe kush ishte mbrojtësi, dhe pastaj hajde ulemi dhe qëndrojmë si miq, pra. Ne nuk po themi që
të armisojmë me ta gjithë jetën. Ne mund të jemi fqinj, mund të jemi fqinj të mirë, por ama mu fqinj të mirë mund të jemi vetëm në rast se e shohim realitetin sy dhe historinë në sy, në rast se mundohemi ta mohojmë historinë, ta fshehim historinë për shkak të kësaj misi, atëherë kjo nuk është fqinjësi. Zoti Goxhaj, e mbani mend momentin që u niset për në Kosovë për të bërë pjesë e UÇK-s? Jo në... Jo në detaje. Ka ndodhur... Ishit i ri rreth të 20-tave? Shiko, ngjarjet ishin frenetike dhe që të specifikosh një ngjarje, një pikë të veçantë, pra, që sot u nis ose do nisa, pra lidhja ka qenë shumë e hershme. Dhe lidhja ka qenë në 1998, pastaj vajtja, nisja janë nuk është se është... Jo, nuk e kam të detajet, e kam fjalën tek momenti që ju vendoset që të largoheshit, apo ndodhi për shkak të... Jo, ndodhi për shkak të rrethanave, të marrjes në një proces, pra, ishim në një proces, ishim në lidhje me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës prej qershorit të vitit 1998, dhe në këtë lidhje të kësaj, pra, në këto detyra të ngarkuara nga shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në 98-ën, këto sollën edhe ardhën, pra, nuk është se juaj për luftën. Në një moment saktuar, siç ishim edhe hajde se po lëm gjithçka dhe po ikim, pra nuk ka ndodhur në këtë aspekt. Mendem që nuk ka një pikë të veçantë që mund të themi që sot isha në shtëpi, ndava mendjen e thika, nuk ka funksionuar në këtë mënyrë. Për shkak edhe të profesionit, pra unë kam qenë oficer në Ushtrinë Shqiptare, pra lidhja kanë qenë të tilla. Kjo mund të ketë ndodhur për shumë djemë të tjerë që kanë ardhur nga diaspora ose që kanë qenë në Shqipëri që nuk kanë pasur profesionin e ushtarakut, pra edhe janë nxitur nga atë dashuria atyre, duke parë kanë thënë në moment saktuar po lë gjithçka dhe po nisen për në UÇK. Pra kjo kurse në rastin tim nuk ka ndodhur e tillë. Pra lidhja ka qenë më përpara se sa vajtja atje. Pra lidhja dhe aktiviteti me UÇK në Shqipëri ka qenë më hershëm dhe më pastaj ka ardhur edhe vajtja. Pra si pasojë e kësaj, nuk është se me që ju na sollët në vëmendje edhe na rikujtuat që Shqipëria është përballur me situata të tilla lufte edhe më përpara,